këtu nuk jemi të bllokuar te partitë të tjera, me po jemi të bllokuar te partia e parë. Po dyshim që humsi këtyre zgjedhjeve më i madh ka me qenë Lëvizja Vetëvendosje. Si deputet e ka përgjegjësi kushtetuese dhe ligjore me qenë seancën e kuvendit dhe me dhënë drejtim pra formimit të organeve të kuvendit të Kosovës, siç është kryesia e kuvendit dhe kryetari. Edhe ju e dini që këtu nuk jemi të bllokuar te partitë të tjera, me po jemi të bllokuar te partia e parë, sepse duke qenë se është në të drejtën e saj për të bërë propozimin dhe duke pas parasysh që nuk ka shumicë parlamentare, atëherë, domethënë këta kanë vendosur me blloku situatën. Këtu nuk mund ta bllokoj situatën asnjë parti tjetër, përpos partisë së parë, në rast Lëvizjes Vetëvendosje. Ata janë të cilët janë duke bllokuar këtë situatë dhe atyre ju takon të marrin veprime. Ne kemi hap rrugë tashmë, siç e ka thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike, disa herë që janë disa kandidat, janë disa figura që mund votohen nga Partia Demokratike, mirë po në këtë rast zoti Kurdi me partinë e tij kanë vendosur me blloku këtë situatë. A janë të ju thirr? Kush ka me u dëmtu në zgjedhje potenciale? Kush nga partitë ka me u ndëshku prej votuesve? Po dyshim që humsi këtyre zgjedhjeve më i madh ka me qenë Lëvizja Vetëvendosje. Pse mendoni kështu? Sepse shihet qartë që tashmë këta nuk kanë partner me qeverisë, edhe duke pas parasysh edhe motit e fundit opinionit publik është partia që ka ramen më të madhe, pra në anën tjetër nuk janë njerëz të cilët bashkëpunojnë në të mirën e qytetarëve dhe të interesave tyre. Gjitha partitë tjera politike, përfshirë edhe partinë që përfaqësojnë Partinë Demokratike, kanë dhënë pra mundësitë dhe ato hapat e tyre për ta zhbllokuar situatën, është vetëm Lëvizja Vetëvendosje dhe padyshim ashtu siç duket qartë në motit e opinionit publik, Lëvizja Vetëvendosje do të jetë humsi më i madh i këtyre zgjedhjeve.